institucionit dhe mbani përgjegjësi, dhe ai mban përgjegjësi për gjithë veprimtarinë dhe madje ka firmosur se ishte ai që urdhëroi 17 vendime brenda një dite. Se është ai që është përmendur 14 herë nga drejtësia amerikane dhe kanë dalë fakte të reja për çështjen me Gonigal. Dhe prandaj ne themi që është shpallë paprekshëm. Këto le të gajasen. Ndërsa për çështjen të krimit zgjedhor në Shkodër. Mu referuat që unë kam dhënë shumë indicje, po është e vërtet, edhe kallëzimet ka ardhur dhe kryetaria e PD-s në SPAK dhe madje është intimiduar se do akuzohet për kallëzim tren. Ndërsa unë personalisht nuk doja ta thoja këtë, po nxitët vetë, ju kam kërkuar bashkëpunim personalisht për të dëshmuar situatën sensitive në Shkodër dhe ka marrë përgjigje nga asistentja juaj që nuk mund t'ju takoj. Besoj ju ka njoftuar sepse ishte për bandat dhe angazhimin e tyre në fushatën zgjedhore dhe mu më është refuzuar takimi dhe po kam qenë shumë aktiv, kjo është e vërtet, por ju duhet përdorshit metodat e duhura kur ne bëshim indicje. Jo shkoj policia, Baroni fjalinë vetëm. Zoti Dumani, jo shkoj policia nuk e gjeti. Ju keni metodat e tjera, vendosjes në përgjim, kontroll, prandaj e jap indicjen unë. Dhe kjo duhet të ishte bërë. Faleminderit. Zoti Strazimiri, nuk ndodhet në sallë. Zoti Besar Xhaferi, 2 minuta ju lutem. Zoti Dumani, një falenderoj që u përgjigjet pjesës parë pyetjes time, që është pikërisht për bashkëpunimin e karteleve serbe malazeze me kartelet shqiptare, të cilat ju e faktuat që po ekziston, por pyetja vazhdonte normalisht me atë që Edi Rama po i bën pikërisht brezitim, që po e shpopullon këtë vend, nga pastrimi parave në ndërtim dhe nga rritja e pafundme e kostove të ndërtimit dhe çmimeve të apartamenteve në Tiranë. Kjo nuk vjen nga tregu i lirë, kjo patjetër vjen nga firma e një individi që i jep lejen për ndërtim karteleve të drogës. Ati karteli që ju me shumë krenari arrestuat në fund të majit dhe deklaruat që ishe një sukses shumë i madh, pikërisht kartelit të troplinëve, ka marrë leje zhvillimi nga një individ. Tani nëse kërkoni një provë konkrete se si lidhet politika me krimin, ja ku e keni zoti Dumani. Janë firmat që i jepen